Gjatë 5 ditëve në pranverën e vitit 2009, në periferi të New Jersey-t SBA, FBI çmontoi një rrjet që ekspozonte atë që në atë kohë ishte kërcënimi kriminal me rritjen më të shpejtë në Evropë. Mafian shqiptare, i quajtur operacioni Shqiponja e Zezë, sipas simbolit kombëtar të Shqipërisë. Ky hetim i përbashkët zgjati 4 vjet. Rasti kishte në shënjestër një organizatë kriminale lokale dhe zbuloi një sipërmarrje kriminale transnacionale me degë në 7 vende: Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Kanada, Holandë dhe Shtetet e Bashkuara. Operacioni kulmoi me padinë zyrtare dhe 26 individëve dhe arrestimin e koordinuar të 17 prej tyre në qytete të tilla si Paterson, Lodi, Clifton dhe Wayne, New Jersey, si dhe Brooklyn dhe Staten Island në New York. Objektivi kryesor ishte të gjendeshin ata që deri atëherë kishin udhëhequr rrjetin ballkanik: shqiptarët Kujtim Lika, i njohur ndryshe si Timi, dhe Myfit Dika, i njohur ndryshe si Mike, të cilët në biceps kishin tatuazhe me shqiponj. Sipas agentit special mbikëqyrës të FBI, Jim Farley, i cili drejtoi operacionin, vështirësia fillestare ishte depërtimi në strukturën e mafjes shqiptare. Hetimi nxori në bazë zinxhirin e sofistikuar të furnizimit të grupit, i cili vepronte si një rrjet importi dhe shpërndarje në shkallë industriale. Banda nuk kufizoi vetëm në një aktivitet të vetëm droge ose të paligjshëm. Lista e akuzave përfshinte trafik droge, trafik armësh, kontraband cigaresh dhe pastrim parash.